Falënderimet dhe lavdrimet kulmore I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall, krijuesit suprem, ai I cili I mbizotron qiellin dhe tokën. Falënderojmë Allahun xhaleshanuhu I cili na bëri prej muslimanëve, na bëri prej besimtarëve, na bëri pjesë të umetit pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Falëndrimi I takon Allahut që na mbledh në një vend ku përmendet emri I Zotit, ku dërgohen selavat mbi vulën e pejgamberisë. Andaj dërgoni selavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dërgoni selavat mbi familjen e tij Ehli Bejtit, mbi shokët, sahabët dhe mbi gjithë njerëzit të cilët me përkushtim, me dashuri, me respekt ndaj tij e ndjekin rrugën e tij deri në ditën kur dalim para Allahut për dhënë llogari për veprat tona. Të dashur vëllezër, paqja, mëshira, rahmeti I Allahut qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet juaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dashni shumë të madhe për çdo gjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shëmbëltyra më e mirë e jona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol në çdo aspekt për veten e tij, për vendin e tij, për shokët e tij, për familjen e tij, për familjen e tij dhe do të thotë ka fol në çdo aspekt për me marrë mësim në ditët e sotme se si duhet me reagu, si duhet me vepru në disa raste, në disa çështje që më të vërtet ne si njerëz gjunaqar apo si njerëz gabimtar të cilët jemi dhe të paditur, kërkojmë çdo herë ndihmë mbi dikujt. Andaj në radhë të parë të ndihma prej Allahut, pastaj pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se më të vërtet në jetën e pejgamberit alayhis salam, në profecinë e pejgamberit alayhis salam, gjejmë shëmbëltyr edhe gjejmë mësim për ne. Andaj ajo çka duhet ceki sot është diçka që më të vërtet ndoshta pak flasim për të, po secilit prej nesh na intereson. Çudi që jena si njerëz kur e dim që jetojmë në një vend që më të vërtet na duhet me ditë për vendin ton, duhet me fol për vendin ton, duhet me dash vendin ton, shumë gjëra na interesojnë për vendin ton, atë njëjtën kohë pak gjëra bëjmë për vendin ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për Mekën, thot për vendin e tij kështu: Pasha Allahun, ti je toka më e dashur për mua. Po mos mbani në mua që me ik prej Mekës asnjëherë nuk do ta lëshoja këtë vend. Betohet në Allahun xhaleshanuhu që ishte toka më e dashur për të, ishte vendi më I dashur për të vendlindja e tij. Pejgamberi alayhis salam tha nuk isha largu asnjëherë prej vendit, po mos ma kishin detyruar mu largu prej vendit. Edhe kur fitoj u kthy prapë se pranë vendin e vet. Çfarë do thotë kjo dashur vllazë? Do thotë që vendi jon ndoshta nganjëherë na detyron që të largohemi nga vendi jon, por çka na detyron që të rrim këtu? Dashuria për këtë vend. E në këtë vendin që na jetojmë, na duhet flasim për këtë vend, duhet tregojmë se çka ka ky vend, duhet komunikojmë me njëri tjetrin për problemet e cilat ndodhin në vendin tonë. Pse? Sepse askush nuk e din situatën e vendit tonë më shumë se sa e dim na. Askush nuk mundet me dha një vendim apo një fetva për vendin tonë ma mirë se na, sepse e dina se çka ndodh. Andaj do t'i ceki 3 probleme shqetësuese për vendin tonë. 3 probleme shqetësuese që ndoshta pak I komunikojmë, por jam I sigurt që secili prej nesh e din se çka është ndodh. E para ndër to është bixhozi I lartë I cili është duke ndodhur në vendin tonë. Humbja e parave që është ndodh nga njerëzit të cilët jetojnë këtu, do të thotë jetojnë në Ulqin, jetojnë në Anë Malit, do të thonë në një vend kaq të vogël, edhe lojra fatit kaq shumë. Një vend kaq të vogël, të cilat shpesh herë ja lajnë në dorë të riskut të Allahu xhaleshanuhu apo le të themi ndrysh në dorë të fatit I lajnë disa gjëra, njerëzit shkojnë edhe luajnë lojra të fatit. Ka për atyre të cilët shkojnë edhe luajnë lojra të fatit, e ndoshta I lajnë parën e fundit apo parën e familjes, e lajnë aty. Edhe kur kthehen mas një dite shumë të lodhshme, kthehen pa kurrë. Do thotë jena duke jetuar në këtë vend. Një vend I cili po të fillojmë pin fillim dhe të pazarit deri në fund, çdo 50 metra e gjejmë ka një kazino. Për kë janë këta?
Për kë janë këta? Për njerëzit të cilët lodhen çdo ditë, lodhen 8 orë, 10 orë, 12 orë, edhe në fund shkojnë dhe i lajnë aty. Çka thot Allahu xhaleshanu? Stejdu bila bismillah. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shaytan. Fashtanibuhu la'allakum tuflihun. O ju që ke besuat, s'ka dyshim se vera, bigjozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës janë vepra nga veprat e shejtanit. Pra largohuni prej tyre nëse doni që t'jeni të shpëtuar. Largohuni, thot Allahu xhaleshanu. Andaj për çka po flasim? Po flasim që të dërgojmë një mesazh dashur vëllezër. Dërgojmë një mesazh përmes njëri tjetrit, e ky mesazh përhapet edhe më shumë që lojrat e fatit janë shkatrimi vetvetes, po janë shkatrimi i familjes. Të flasim, të komunikojmë edhe të drejtojmë një mesazh që lojrat e fatit janë shkatrimi vetes, shkatrimi familjes, shkatrimi shoqërisë. Andaj këto nuk duhen me qenë mesin tonë. Vazhdojmë tek e dyta. Me interes shumë të madh. Cila mund me kanë e dyta? Jetojmë në një vend që me të vërtet shumë përgatitena për sezonin turistik, po sa përgatitena për sezonin e besimit ton, ta themi ndrysh, sezonin e zemrës ton. A ka një sezon besimi për besimtarin? Padyshim që nuk ka. Andaj, në kohë të cilat po ndodhemi tash, na duhet flasim aktualitetin dashur vëllezër, duhet flasim atë çka ndodh. Do të thotë përballemi me një amoralitet shumë të rëndë. Përballemi me një amoralitet shumë të hapun. Ndërshenjat e kiametit është kur çka? Thot pejgamberi alayhis salam, prit në thot kiametin kur zinaja përhapet haptas. Kur të ndodhin amoraliteti haptas. Prit në thot kiametin, jemi dëshmitar të kësaj gjëje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Pejgamberi alayhis salam thot kështu: kur nuk ke thot turp, bëj çfarë duash. Jo që po të urdhëron me bë çka dush nëse s'ke turp, jo. Por ai që nuk ka turp thot është në gjendje me bë gjithçka. Ai i cili nuk e sheh e nuk e mendon që Zoti po të shikon në atë moment, do të thotë që është në gjendje me bë çdo gjë. Andaj edhe rastet të cilët kanë ndodhur në kohët e fundit vinë si shkak i kësaj. Vinë si shkak i amoralitetit, vinë si shkak i veprave të dyta. Nuk ka rëndësi se për nga është një person. Rëndësi ka që ai personi e humbi jetën e tij. Rëndësi ka që ai person e humbi jetën e tij. E si rrjedhuje të shkahit, vjen veprave të dyta edhe veprave të cilat nuk janë parim me Allahun xhaleshanu. Andaj ky rasti i dytë do thotë po na tregon që vendi jon po përballet edhe me diçka. Andaj organet kompetente nëse nuk janë gjendje mu marrë me këtë gjë, le t'ja lëshojnë vendin dikujt tjetër i cili është kompetent, i cili është i fortë për atë gjë. Është për atë gjë. Do të thotë mos t'ja zëjmë vendin dikujt tjetër nëse nuk jena duhunit për atë gjë. Nëse nuk jena kompetent për diçka, mos t'ja zëjmë vendin dikujt tjetër. Le ta bëjmë punën siç duhet. Sepse ndoshta dikush paragjikohet që nuk e kryen një punëtor i thjesht, paragjikohet që nuk e kryen punën siç duhet, por ndoshta ka shumë tjerë të cilat kanë barr më të rëndë në punën e vet, edhe nuk e kryen siç duhet, e për ta nuk flet askush. Andaj punën që ta marrim ta kryjmë me obligim të caktuar edhe me amanet ndaj Allahut. Këto gjëra po ndodhin ndoshta vëllazë. Për ta duhet me fol, për ta duhet me dërgu mesazh në mes njëri tjetrit edhe pikë kësaj xhamie me dal ky mesazh me vazhduar më gjatë. E treta për çka duhet ceki është çka? Përdorimi i makinave, i automjeteve, edhe shpejtësia, edhe gara mes njëri tjetrit. Për çka? Për me marrë jetën e një personit pafajshëm? Për me marrë jetën e një fëmijë të pafajshëm? Për këtë ndodhin këto gjëra, do thotë, ku janë këto të cilët nuk munden me ndal një djalë të ri apo një pak më të moshuar, i cili vuhet ngara, bën ngara shpejtësijet, edhe çka nuk është në gjendje me ndal askush. Do thotë, po ndodhin dashur vëllazën. Andaj si rrjedhoi edhe këtyre problemeve, si rrjedhoi e këtyre shkaqeve, vim deri tek vdekja, vim deri tek humbja e personave dashur, po çka është edhe më kryesore, vim edhe tek humbja vetes tonë.
E çka thot Allahu xhaleshanuhu? Wala taqtulu anfusakum. Dhe mos e mytni veten tuaj. Në momentin që merr shpejtësi, në momentin që mundohesh me bën një garë kundër dikujt, dashur vëllazë, një duke e marr iniciativën për me mbyt veten tënde. Na dina që çdo kush bën gabim, po mas ti gabimit ka përmirësim. Na dina që çdo kush mund të bëjë gabim, por reflektimi ndaj këtij gabimit është më i mirë se sa vetë gabimi. Kthyrja për këtij gabimit me përmirësu këtë gabim është shumë më i mirë se sa kur realizojmë kur pendohemi. Do të thotë dashur vëllazë, edhe le të flasim për këto gjëra. Le të flasim për këto probleme tona të cilat po ndodhin. Do thotë janë probleme që nuk i takojnë vetëm një personit. Nëse na e duam njëri tjetrin, ja duam të mirë njëri tjetrin, e këshillojmë njëri tjetrin, edhe kur i ndodh një fatkeqësi një personit duhet me ndjellë na. Ashtu do të thotë siç e kemi cek shumë herë, pejgamberi alayhis salam thotë çka? Besimtarët janë thotë trup. Një pjesë e trupit me pas dhimbje, i gjithë trupi thotë ndjen atë dhimbje. Andaj para se me mrit te kjo dhimbje, mi marr shkaqet, mi marr sebepet që me mundu me mbrojt njëri tjetrin, me këshillu njëri tjetrin. Allahu na baf për njerëzit që këshillojnë njëri tjetrin. Lut Zotin që na përmirësoj gjendjen tonë. Mi marr disa gjëra në duart tona dhe me mundu që me ndryshu gjendjen tonë. Ashtu siç thotë Allahu xhaleshanuhu, Allahu nuk e ndron gjendjen e një popullit pa ndryshuar ato veten e vet. Do të thotë që edhe në duart tona Zoti po na jep një mundësi që me ndryshu veten tonë. Ndryshon ti, do të thotë ndryshon shoqëria. Edhe pas saj do të thotë vinë edhe gjëra shumë më të kollajshme. Lut Allahu na fal gjunat tona. Na përmirësoj gjendjen tonë, inshallah do Zoti takona në xhenetin Firdaus. Amin. Ala in ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam. Kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam.